Vjen puna për rehabilitimin e sheshit pranë shkollës 9-vjeçare Ali Laçaj. Pas ndërhyrjes çojimit të Shkodër bëri për lirimin e hapësirave, të cilit ishin zënë prej vitesh nga ndërtimet pa leje. Puna po vazhdon me sistemimin e sheshit dhe me vendosjen e bordurave anësore. Paralelisht po punohet edhe në ambientet e oborrit për nivelimin e saj dhe pastaj puna do vijojë me rikualifikimin e hapësirës, e cila do të jetë në funksion të nxënësve të shkollës. Prindërit theksojnë se ky investim është mjaft i dobishëm dhe do t'i shërbejë fëmijëve dhe komunitetit. Ka kanë më bë ka herë më vëllai, se nuk është puna thjesht privat me zonë institucionet mjashtë. Disa cili institucion ka pamjen e vet, to punësh ka kanë bërë një zgjidhje shumë mirë për mua, Bashkia e Shkodër, po drejtën. Për arsye thjesht të paktën na jena marrë rregull kur vim me marrë nxënësit dhe ashtu gjë ma sistemume, kurse këtu ka një rrugit që është një punu prej hallit prej viteve të kalume, kuptoj që e kanë gjanat zonë. Por çdo gjë është e jemja privat, po duhet i takojnë edhe fija dhe publiku diçka. Shteti le të veprojnë, mund t'i kompensojnë, mund t'i bëjnë ashtu, po sistemimet duhet, se punë si të botën. Nëse do në marrit drejt Evropës, na duhet me vu dorë infrastrukturën e shkollave, infrastrukturën e qytetit, ku dhe fundës tjena dhe nësi Evropa. Investimi është shumë i mirë, i kontribon komunitetit, e në të knaqën, mjafton bashkia me punu, me banë ndryshime, sa për të mirën e komunitetit. E në të knaqën. Jo, sa se ka ne vështirësi, po pse mas me shku gjanat në vendin e duhun. Shumë mirë, ju lumdora. Për vite me radhë, hyrja kryesore e shkollës 9-vjeçare Ali Laçaj ishte zënë duke bërë që nxënësit përdonin hyrjen anësore. Me këtë investim që po realizohet nga Bashkia e Shkodër, pritet që brenda një kohe të shkurtër, hyrja kryesore do të jetë aksesueshme për nxënësit dhe mësuesit e kësaj shkolle.